Pas humbjeve ndaj Dinamos dhe Elbasanit, specialisti i sportit dhe ish arbitri Mihill Shkëmbi ndajnë opinionin e tij për formën e Vllaznisë. Sipas tij, pavarësisht të rezultateve negative, skuadra kuqeblue ka zhvilluar lojë të mirë, por ka qenë e pafat në momente vendimtare të ndeshjeve. Përtej ndeshjes me Dinamon që nuk ishte në nivelin e pritshëm të Vllaznisë, për shumë arsye, ndeshja e Elbasanit ishte në ndeshjet e mira që ka bërë Vllaznia. Për të mos thënë pjesa e dytë ndeshjen e Elbasanit, ndoshta nga lojërat më të mira që ka bërë Vllaznia në këtë sezon. Por fati ishte me Elbasanin, kjo nuk do të thotë që Vllaznia është dobë. Unë për te humbjes ndeshjen me Elbasanin pash i Vllaznia që e meriton vërtet titullin. Shkëmbi shpreh gjithashtu besimin se Vllaznia do të reagojë në ndeshjet e radhës, sidomos ndaj skuadrave të fund tabelës, ku nuk pritet të ketë gabime. Faktikisht ata janë të hetur shumë për pikë, por është më e hetur Vllaznia për titull kampion se sa. Me i logjik të shnosht, Vllaznia duhet me fitu të 3 ato ndeshje. Ndoshta me Tiranën është pak më vështirë, por me Ballçin edhe me Vlorën këtu, se zbat duhet me marrë 6 pikë Vllaznia. Mos harro se edhe Elbasani po kështu i ka ndeshje, me ekipe që rrezikojnë. Pra me 10 ekipe, detyrimisht që të tana ekipet përplasen me skuadrat vështira. Niveli i kategorisë superiore është aty. Pas 2 rezultateve zhgënjyese, kuqeblut kërkojnë rikthimin te fitoria, ndërsa sfida e radhës do të luhet në Loro Boriçi përballë Bylisit. Takimi është planifikuar të zhvillohet të shtunën në orën 16, ku Vllaznia synon 3 pikët për të mbajtur gjallë garën për titullin kampion.